Avokat, si pas vendimit gjykatës kushtetuese, SPA ka shpresoj qëndrimin e vetë pas vendimit gjykatës kushtetuese për pezullimin e pezullimit, çfarë ishte? Pezullimin e nga ushtrimi i funksioneve. Nga ushtrimi i funksionit. Dhe me njërë SPAK, ndryshe nga që veproj sot gjykata e apelit, e cila mori një vendim tjetër, do pres gjykatën kushtetuese për këtë, SPA ka shpresoj qëndrimin e vetë dhe kërkon heqjen e imunitetit të Ballukut, që pastaj të kërkoj masë arestin në shtëpia po tjetrën. Së pari, ç'është për ju masa për pezullimin nga ana e SPAK, se ne nuk jemi takuar gjatë kohës dhe një kësaj mase, dhe së dyti, pse një masë me ashpër, një kokë me njerë e SPAK-ut? Çfarë mund ta justifikoj një masë më të ashpër? Duke filluar nga pyetja juaj e dytë, zoti Rakipi, ashpërstimi i masës mund të ndodhi vetëm në momentin që nga dhënia e masës së parë ka pasur veprime nga ana e personit në hetim ose pandeurit, të cilat janë në cënim të asaj mase, ose ka bërë një tjetër vepër penale, ose ka bërë një tjetër veprim i cili cënon ligjin edhe parimet e kodit procedurave penale. Pra, do duhet që nga ana e zonjës Ballukut të jenë marrë veprime që ose shkelin masën e sigurisë së dhënë më parë nga gjykata, pra ndalimin dalje nga shtetit ose ketë ushtruar detyrën, ose ajo të ketë marrë veprime që ose pengojnë prishin prova, ose tenton që të largohet jashtë vendit, ose ajo tenton të bëjë një tjetër vepër penale që është më e rëndë ose e barabartë me veprën për cilën ajo akuzohet. Po kjo duhet të jetë ndodhur mbas dhënies së masës, sepse në momentin që prokuroria ka cilësuar që ka qenë mjaftueshme masa e ndalimit daljes jashtë vendit, kur është dhënë masë e karakterit sigurimit personal, masë karakterit shëngues, nuk mund të kërkoj një masë më të rëndë nëse nuk ka pasur një ndryshim të këtyre kushteve. Dhe kjo nuk mund të vi për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, siç është një lloj perceptimi që mund të ketë ndodhur për këtë arsye. Do duhet që prokuroria e posaçme ta argumentojë se çfarë kushtesh kanë ndryshuar nga momenti i dhënies masës së parë, përse do duhet një masë e dytë. Po së pari pyeta edhe për masën për pezullim. Ç'ishte në konceptin tuaj kjo masë? Për shembull, protesta e qeverisë ishte shumë e madhe. Në këtë pikpamje thosh që është një rast i pandodhur në botë. Në botë rezultoi që kishte pas raste në vendet Afrikës, mos gaboj që kishin pas raste të ngjashme, por padyshim që nuk rezulton në një rast në Europë që kishte një rast ekuivalent. Duhet të themi që është një rast pa precedent të vendimi një antarit të kabinetit nga ana e gjykatës, pra ky Ministri francez i drejtësisë, i emërtesës, por që problemi është që është pa precedent edhe që gjykata kushtetuese pezullon një vendim të shkallës së parë me karakter shtrëngues. Ne kemi patur raste në të cilën është pezulluar vendimet e gjykatave nga gjykata kushtetuese, por kur janë ndjekur 3 shkallët e gjykimit, pra është ka shkuar në shkallë parë, apel edhe gjykatë të lartë, dhe më pas gjykata kushtetuese mund për të shmangur pasojat e vendimit mund të ketë urdhëruar pezullim, por padyshim që ky është rasti i parë në cilin jepet një pezullim për vendim të shkallës së parë, dhe prandaj dhe sjellja dhe vendimarrja e apelit sot është ka pikpamje juridike krejt e habitshme, sepse gjykata duhet të shprehet për të gjitha objektet e kërkimit. Pra, nëse ankimi thoshte që unë ankohem për 2 masat e dhëna, qoftë masa dhe masa ndaluese për ndalimin në ushtrimit funksioneve publike, gjykata duhet të ishte shprehur për të dyja ose të kishte pezulluar gjykimin të plot deri në të vendimarrje kushtetuese. Pra gjykata thonë ju avokatë duhet të ishte shprehur edhe për pezullimin. Gjykata e apelit. Duhet ishte shprehur edhe për pezullimin, gjykata e apelit, ose thoshte që prap në kuadër gjykatës apelit mendonte që masa është e drejtë dhe pastaj ato efekte vijojnë ose nuk vijojnë, ose do duhet të shprehej që mendonte kishte një vendim të ndryshëm nga gjykata e shkallës parë dhe ta rrezonte. Po pezullimi i tij edhe të mos shprehet ndërkohë që ka pezulluar, ka marrë vendimarrjen për veprimet e tjera, nuk gjen një rregullim të posaçëm në kodin e procedurave, është një situatë
ambigue nga pikpamja procedurale, që kjo ngelemi ajo cilën zonja Lala bën referencë më shumë është kur është vetë gjykata që pezullon gjykimin edhe çon një çështje në gjykatë kushtetuese kur është rast kontrolli incidental, pra kur një ligj është në kundërshtim, gjykata mendon që ligji është në kundërshtim me kushtetutën. Si jemi para këtij rasti, avokat? S'kemi lidhje fare me kontrollin incidental. Po si jemi fare para këtij rasti, se po flasim me gjuhë juridike, nuk kemi fare përpara këtij rasti. Kontrolli incidental shkon në gjykatë kushtetuese, gjykata i drejtohet kur dy norma bien ndesh me njëra tjetrën dhe kërkon mendim nga gjykata kushtetuese. Por nuk jemi përpara këtij rasti. Jemi përpara një rasti tërësisht të ndryshëm. Po, në rastin konkret nuk parashikohet pezullim dhe nuk parashikohet asnjë lloj vendimari, sepse nuk ka pas as precedent ligjor, as precedent përparshëm praktik. Po, por amas ka pasur precedent as për gjykatën kushtetuese në lidhje me pezullimin. Dhe ky vendim i gjykatës së apelit të posaçëm sot, kishte përderisa s'ka patur raste. Atëherë, po avokati po gatron dytëra kontrollin incidental që e dërgon vetë gjykata me një rast që është i pari i kësaj natyre, që ne nuk kemi patur asnjëherë. Pra do të thotë, kjo është një vendimari që sigurisht do të shkojë në gjykatën e lartë, sepse zonja Balluku do ta dërgojë me rekurs, do të shkojë sërish në gjykatën kushtetuese, sepse zonja Balluku do jetë edhe në mos shkojë për pezullimin, do të shkojë për masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit, kështu që kjo është një çështje që ky vendim i drejtë ose jo do ta vlerësojnë gjykatat më të larta. Kishte drejt për drejt për ju, pastaj avokati. Avokat? Lidhur me këtë që tha. Në lidhje me pretendimin e parë që sa i takon veprave të tjera penale, zakonisht kur ndryshohet masa e sigurisë është kur janë vepra penale të cilat janë bërë pas masës së sigurisë. Pra, nëse do ishim strikt te ky argument, do duhet ishim që procedurat e tjera tenderuese ishin bërë pas dhënies së masës së sigurisë, ose s'pak ishte vënë në dieni për to procedura pas kësaj masës sigurie. E njëjta gjë vlen edhe në lidhje me intimidimin e dëshmitarëve. Pra, nëse kjo ishte një provë e cila nëse gjithmonë ekziston dhe kjo do vlerësohet edhe nga anëtarët e komisionit e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, sepse janë ata të cilët marrin provat konkrete të cilat prokuroria duhet të depozitojë në kuvend për të treguar që ka prova për heqjen e imunitetit dhe më pas të hartojnë raportin që do kaloj për të miratuar në kuvend. Pra do duhet, nëse ky pretendim ekziston, do duhet gjithmonë që të jetë i bazuar në prova të cilat janë bindëse për prokuror. Deri tek këto dy pretendime janë totalisht të drejta për sa kohë që janë të provueshme përpara deputetëve të kuvendit dhe më pas përpara gjykatës. Ndërkohë që unë nuk bie dakord në lidhje me pretendimin nëse kjo ketë ardhur si pasojë e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, sepse do kishim një rast konkret në të cilin një person pretendon që ka shkelje të drejtave kushtetuese, ose në rastin në fjalë konflikt kompetencash midis dy institucioneve, praktikisht kryeministrit dhe prokurorisë së posaçme, tek këto shkelje të drejtave kushtetuese të vinin me një pasojë që është rëndimi i pozitës, sepse jemi duke kaluar nga masa më e ulët, që është ndalim për dalje jashtë vendit, tek arrestin me burg, e cila jepet vetëm kur nuk ka asnjë shkak tjetër. Pra, nëse argumentimi i Spakut është që me që gjykata kushtetuese neve na pezulloi, kemi ne kërkuam diçka që s'është e drejtë. Gjykata kushtetuese na ndaloi të kërkonim këtë, ne po kërkojmë elementin tjetër, këtu jemi në një vendimarrje që në mos nga argumentimi ligjor, të paktën nga një sens i të drejtës kushtetuese është një rëndim i pozitës së personit, por ai po kërkon një të drejtë tjetër. Do ishte barazvleshme si një person, një pandehur të ankohet të bëjë ankim në gjykata apelit dhe gjykata apelit japi një vendim që e rëndon pozitat e tij kur nuk ka patur ankim nga ana e prokurorit. Pra, nëse ka vërtet prova në cilat vërtetojnë që ka të tjera vepra penale ose intimidim të dëshmitarëve, përpjekje për prishjen e provave, dhe këto ka prova që do i paraqiten deputetëve, patjetër atëherë ka prokuroria e posaçme ka të drejtën e vet ligjore që të ketë këto pretendime dhe të kërkojë një rëndim të pozitës. Por nuk ndahem plotësisht në pjesën që vetëm kjo të lidhet vetëm me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Avokat, si vijon kjo gjë thuati? Në fundit në sekret. Unë mendoj që shpesh nuk është shumë e qartë për një pjesë madhe të publikut që drejtësia ka një lloj forme vetrregulluese nëpërmjet shkallëve të gjykimit. Pra, nëse do kishte vetëm një gjykatë do mjaftonte për dhënë drejtësi, ne nuk do kishim shkallë parë, shkallë 2 dhe gjykatë lartë.
më pas pastaj gjykatë kushtetuese. Fakti që një vendim i gjykatës shkallës parë ka marrë një formë, ose një prokuror ka një kërkesë dhe një qasje, kjo nuk e paragjykon vendimarrjen e as atij prokurori që do duhet miratuar në mënyrë të domosdoshme, as që kërkesa e tij do duhet të mos pranohet për arsye dhe shkaqe të tjera. Unë besoj që duhet pas pak më shumë besim tek sistemi, duhet të jemi më të paktën ne që praktikojmë ligjin në gjykatë në mënyrë të vazhdueshme. Zizim gjithmonë që vendimarrja duhet marrë bazuar në prova. Prova duhet jenë të qarta, të rregullta, të marrën përputhje me ligjin. Kështu që dhënia ose jo e miratimit e imunitetit, për mua do duhet që Komisioni i Deputetëve të përgatisë një raport bazuar, vetëm ata do kenë mundësi të lexojnë provat që janë të depozituara nga ana e prokurorisë posaçme. Nëse ato prova do jenë në përputhje me ato kërkesa që unë thash përpara, apo dhe zonja Lala përmendi në lidhje me intimidime ose me tentativa për prishje të provave, atëherë kuvendi do duhet të jepte miratimin dhe imunitetin. Edhe më pas gjykata vendos në fund fare nëse do jepet një vendim arresti ose jo, sepse edhe parlamenti mund ta hiqte imunitetin, por mund mos kemi një vendimarrje nga gjykata për mas siguria e arrestit të burg. Duhet pak më shumë besim tek sistemi dhe shkalla. Drejtësia do kohën e vet për të marrë dhe nuk mund paragjykohet në vendimarrjen e vet. Qoftë prokuroria në kërkesat që bën, pra ne themi që a priori kërkesa e spakut është e pabazuar, por në të njëjtën kohë themi që ajo do duhet pranuar në mënyrë të domosdoshme, pa e ditur se çfarë provash përmban, është po prapë abuzive dhe nuk është në kuadrin e në më të mirën e të drejtës. Avokat nesër do të më shpjegoj dhe Lala se çfarë do ndodhë në parlament, që është procesi, po ju mendoni që parlamenti nesër do të marrë një vendim? Nesër se merr vendimin se do ta shtrojnë parlament. Komisioni çfarë bën? Çfarë është detyra e këtij komisioni nesër? Çfarë do bëjë? Harton një raport, në rast se anëtarët e komisionit nuk janë dakord, mund të bëhen dy raporte alternative, dhe mund të ndodhi kjo që ke një raport nga ana e majorancës që mund të thotë për një qasje dhe anëtarët e opozitës të jenë një qasje të ndryshme, dhe më pas lidhet seancë plenare dhe votohet pa diskutime, pa debat në lidhje me këtë raport komisionit, se hiqet ose jo imunitetit.